Rikthehem në spitalin e Peqinit me një lajm të mirë për të gjithë qytetarët. Me një investim të qeverisë shqiptare dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kjo godinë po transformohet në një qendër ekselence terapeutike dhe rehabilituese për fëmijët nga mosha 0 deri në 18 vjeç. Për herë të parë, fëmijët me nevoja të veçanta që deri dje u thonin larg për t'u trajtuar, do të kenë pranë shtëpisë së tyre një qendër model me standarde europiane dhe me një ekip të plot profesionistësh, të cilët punojnë së bashku për një qëllim, mirëqenien e fëmijës. Duke krijuar kështu një hapësirë që nuk ofron vetëm shërbime, por shpresë, mbështetje dhe lehtësi në një rrugtim shpesh të vështirë. Fëmijët janë prioritet e mbi të gjitha fëmijët që kanë nevojë për më shumë për kujdesje dhe mbështetje. Prandaj, paralelisht me këtë investim, po dyfishojnë pagesat mujore për rreth 11.000 fëmijë me nevoja të veçanta dhe për herë të parë 14.000 kujdestar, prindër dhe familjar që i kanë kushtuar jetën kujdesin e përditshëm fëmijëve me aftësi të veçanta do t'u njihen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. E gjithë hapësira spitalore në qytetin e Peqinit, e vjetra dhe e reja, janë duke u transformuar në një kompleks të integruar modern për banorët e zonave përreth. Dhe pikërisht ky është vizioni ynë, që çdo qytet i Shqipërisë, i madh apo i vogël, të ketë të njëjtat mundësi, të njëjtat standarde shërbimi dhe të njëjtën hapësirë europiane, ku çdo qytetar të marrë mbështetjen e duhur.